Gjatë jeta uroj të jeni mirë dashur miq, ritakohemi në bisedën e radhës sot për të analizuar ngjarjen më të rëndësishme që ka patur bota në këto 10-12 orët e fundit, apo në 24 orët e fundit. Ju fola mbrëm për fjalimin që do të mbaj presidenti Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe çfarë do të njoftojë ai. Ultimatumi ka ardhur tashmë, ultimatumi i epokës së gurit. Presidenti Donald Trump ka fikur dritat në Iran dhe ka ndezur dritat e Teksasit. Çfarë është duke ndodhur do ta shohim bashkërisht në këtë moment. Unë jam Krishnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Miq të dashur, zonja dhe zotëri, mirë se vini në parafundin e botës, ose të paktën në atë që quhet fundi i durimit të presidentit amerikan Donald Trump. Sot ora është duke rrahur mbrapsht dhe tiktaket në Teheran janë duke u numëruar ndryshe. Trump i ka dhënë mbrëm në fjalimin e tij edhe 24 orë Iranit për të përmirësuar dhe për të rregulluar sjelljet e tij, ose për të nisur edhe një herë gjuetin e mamuthëve me shtiza. Çfarë është duke ndodhur? Loja është më e madhe se të gjithë. Ne ju kemi premtuar se do ta shohim minutë pas minute dhe do ta analizojmë me kujdes. Ju keni qenë në gjumë kur është mbajtur fjalimi. Edhe unë isha në gjumë sepse nuk kisha mundësi të rezistoja deri në 3 natës me orën e Shqipërisë. E dëgjuat fjalimin? Nuk e keni dëgjuar një pjesë e madhe. Nuk ishte një deklaratë lufte, por ishte një kurs i shkurtuar i statistikës, i shkencës së statistikës. Presidenti Donald Trump ka dalë me vizore në dorë dhe i ka treguar të gjithë botës atë që është duke ndodhur. Lufta e parë 1 vit e ca. Lufta e dytë 3 vite e kusur, ndërsa Vietnami 1 jetë njeriu. Ishte një histori me statistika e cila u përdor jo pa qëllim nga presidenti amerikan. Dhe pastaj me modestinë e tij karakteristike, presidenti Trump thotë, ne kemi vetëm 32 ditë në Iran. Jemi ende tek hyrja e luftës. Lufta vetëm sa ka filluar dhe duhet bëhemi gati për atë që po vjen. Pra, popull amerikan dhe ju të gjithë popujt e tjerë të botës, bëni gati kokoshkat dhe porosisni bunkerët me këste, sepse sipas llogarive të presidentit amerikan në këtë moment, kjo luftë sapo ka kaluar dhe sapo ka hyrë në fazën e nxemjes. A është kjo e lodhshme dhe tronditse? Goxha është për të shohim se çfarë fshihet më tuti. Këtu në fakt fillon magjia. Nga njëra anë, marina iraniane quhet e vdekur, raketat iraniane shkruan behi, radarët iranian qorë dhe të verbuar. Atëherë, zoti president, nëse Irani është kthyer në një muze mbeturinash ashtu sikurse mjeshtrisht e thatë, përse na duhen edhe muaj të tjerë lufte në këtë betejë e cila është duke shkatëruar të gjithë botën? Përgjigja është e thjeshtë. Sepse epoka e gurit nuk vjen me një buton. Duhet t'u heqim dritat, t'u thajmë krojet dhe t'u bllokojmë naftën derisa ajatollahët të kërkojnë shkrepse për të ndezur qirit dhe të vijojnë jetën normale si në epokën e gurit. Në fakt, ky nuk quhet regime change apo ndryshim regjimi, as pak. Quhet kthim në vlerat tradicionale të neandertalëve. A dini kush janë neandertalët? Neandertalët janë, thuhet se janë gjini e racës njerëzore e cila ishte në konkurrencë të fortë me Homo sapiensët. Jetonte 400.000 deri në 40.000 vite përpara nesh. Dhe tani hym tek pjesa ime e preferuar e kësaj historie. Nafta sapo ka kaluar $105 në botë. Bota është duke u dridhur dhe Trump është duke përcjell mesazhin njerëzimin me ironinë e tij therse. Mesazhi i tij vjen për Europën tonë, për Azinë, dhe ky mesazh as pak nuk është një humor, është një poezi moderne. Çfarë ka thënë ai? Ngushtica e Hurmuzit, ka folur për ngushticën e Hurmuzit. Nuk më duhet as për të larë syt, ka thënë presidenti Trump. Ne kemi më shumë gaz se rusët dhe se sauditët bashkë. Po si ta përkthehet kjo, zoti president? Kjo do të thotë, miq të dashur, paçi fat në mbrojtjen e anijeve tuaja. Nëse nuk doni të digjni dru për ngrohje,
e janë i blini naftën tonë me çmimin miqësor të luftës. Ky nuk është thjesht një presion, ky është një shantazh i paketuar me fjongo patriotike. Shantazh i paketuar me fjongo patriotike. Ku jemi në këtë moment? Mes një ultimatumi që mbaron nesër dhe një lufte të Donald Trumpit që me sa duket, sipas deklaratës së tij, është e re. Irani ka vetëm 24 orë për të vendosur. Të ulet në gjunjë apo të hyjë në histori si vendi që provoi si jetohet pa energji elektrike në shekullin e 21. Ka vetëm 24 orë për ta marrë këtë vendim. Loja në kohën shtesë sapo ka filluar dhe në këtë fushë Donald Trump nuk ka ardhur për të kërkuar barazim apo X në gjuhën e bastëgjive të futboll. Ai ka ardhur dhe ka kërkuar që kundërshtari të mos gjej dot as dhomat e zhvezjes kur të mbarojë loja. Dhe këtu shkojmë menjëherë tek paradoksi i tre anijeve. Si shpjegohet që Amerika, superfuqia e botës që shpenzon miliarda dollar, mban vetëm 3 anije në ngushticën e Hormuzit në pikën më të nxehtë të planetit? Kjo është pyetja e shekullit përpara se të kthehet Irani në epokën e gurit. Në fakt, kjo nuk është dobësi as pak, por është zgjedhje. Duke lënë vetëm një prani simbolike, Donald Trump po u thot kinezëve, japonezëve dhe europianëve: nëse doni që nafta juaj të kalojë, dërgoni flotat tuaja. Ne nuk jemi rojet falas të botës. Çfarë të doni tashmë do të paguani dhe do të paguani me faturën e çmimit të luftës. Tre anije nuk mjaftojnë për të ndalur minat dhe dronët iranian, por mjaftojnë si tripwire apo minitel. Nëse preket qoftë edhe një gozhd e këtyre anijeve, Trump ka pretekstin legjitim për të realizuar premtimin. Kthimin e Iranit në epokën e gurit kanë mbetur edhe 24 orë. Si do ta bëj këtë? Me goditje nga ajri, pa patur fare nevojë për flotë në ujërat e ngushticës, vetëm me bombardim nga ajri. Lufta e Amerikës po vjen, të shohim a do të vijë shkatrimi total. Tu po ndodh përplasja e logjikave. Irani luan lojën e milingonës që kafshon elefantin, apo të mizës që e ngacmon elefantin sipas teorisë e Eisenhower, miza që shkatron dhe ngacmon nervat e elefantit në një dhomë të mbyllur ku janë mbyllur elefanti dhe miza. Cila është taktika e Iranit? Ata nuk duan betejë ballore. Ata po përdorin mina që kushtojnë $500 për të bllokuar anije që mbajnë naftë me vlerë miliona euro. Dhe përgjigjja e Trump vjen: nëse tre anijet tona nuk e hapin dot rrugën me diplomaci detare, përgjigjja nuk do të jetë më shumë anije, por zhdukja e burimit. Do të zhduket burimi. Pse të luftojmë me minat në ujë, thot Trump, kur mund të shkatrojmë fabrikat që i prodhojnë ato mina, rafineritë që i furnizojnë dhe qytetet që i drejtojnë. Ky është thelbi i kërcënimit 24 orësh të presidentit Donald. Nafta ka kaluar $105, armë e fortë në duart e Amerikës. Tashmë të shikojmë dhe të lidhim atë që ka thënë Trump me atë që po ndodh në terren. Trump dhe situata në Hormuz është kjo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sot eksportuesi më i madh i energjisë në botë. Është fiks kështu siç ju thash, mbajeni shënim. Dhe këtu kemi të bëjmë me një kaos të favorshëm. Sa më shumë që Hormuzi të jetë i pasigurt dhe tre anijet amerikane të paafta, në thonjza, për ta hapur atë, aq më lart do të shkojë çmimi i naftës në botë. Dhe këtu ka përfitues. Kush është përfituesi? Pa diskutim janë amerikanët, të cilët do të shesin. Nafta e Teksasit bëhet më e shtrenjtë dhe më e kërkuar dhe do të ketë një kërkesë të jashtëzakonshme. Dhe këtu mbyllet rreth. Trump po përdor pasigurinë ushtarake në ngushticë për të diktuar një rend të ri ekonomik. Ai i thot botës: Hormuzi është i rrezikshëm, Irani është i marrë dhe ne kemi vetëm 3 anije, por kemi plot naftë në shtëpi. Po s'deshet të hapni ngushticën e Hormuzit, e janë se ju shesim në naftën tonë. Tuneli i Errët nuk ka kontradikt mes shkatërimit marinës iraniane dhe përgatitjes për luftë të gjatë, miq të dashur. Jemi në 32-33 ditët e para të luftës. Shkatërimi i mjeteve konvencionale, anije, avion e kështu me radhë infrastrukturë, ishte faza e parë. Faza e dytë është ajo që po vjen. Lufta kundër fantazmave asimetrike, minave dhe dronëve. Dhe një zot e di se sa zgjat kjo histori. Për këtë fazë të dytë, tre anije nuk mjaftojnë për të ruajtur paqen, por mjaftojnë për të ndezur fitilin e një zjarri, të cilin Trump synon ta shuaj vetëm kur Irani
të mos ketë më asnjë llampë ndezur. Shqipëria është në mes të dy zjarreve, padia e Ramës dhe paralajmërimi i ambasadës. Në të njëjtën kohë, kur Trump njofton zgjatjen e luftës dhe planin B për rendin e ri ekonomik botëror, ambasada amerikane lëshoi njoftimin e saj dje, siç ju thash. Dhe nëse menduat se epoka e gurit të Trumpit do të mbetet vetëm në Texas apo në Teheran, ju jeni duke u gabuar rënd, sepse, siç thot fjala e urtë popullore, kur dy elefantë zihen dhe përplasen me njëri tjetrin, bari i tyre shtypet nën këmbë. Dhe bari jemi ne. Ju mendoni se jemi delet, jo, jemi bari në këtë moment. Tani që bota është duke u dridhur nga ultimatumi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se pas 24 orë rikthehemi në epokën e gurit, vjen një lajm tjetër. Lajmi që ju thash dje nga ambasada amerikane, e cila ka lëshuar paralajmërimin e frikshëm. Çfarë thanë? Thanë tregoni vigjilencë se Irani mund të godasë Shqipërinë. Kaq e thjeshtë. E shpjeguam mbrëm. Kujdes në qendra tregtare, hotele, restorante, në thelb kujdes kudo, kur nuk ka gur, sepse Irani mund të dërgojë ndonjë dhuratë me dram. Dhuratë e cila targeton kudo që ka vendosur Irani. Amerikanët po thonë, ata po thonë, miq amerikan mos u ndjeni rahat në Shqipëri. Mesazhi i Iranit, sepse hakmarrja e Iranit nuk njeh kufi. Mesazhi i Iranit dhe i amerikanëve miksohet këtu në tokën tonë, në trojën shqiptare. Dhe këtu vim tek ajo që quhet bukuria e padijes, tek reagimi i qeverisë shqiptare. Si ka reaguar qeveria jon ndaj këtij alarmi? Me qetësinë e një njeriu i cili nuk ka as dritë, as ujë, as naftë. Pra me qetësinë e një njeriu që ka hyrë vetë në epokën e gurit, autoriteti më i lartë shqiptar i sigurisë, thot, ne s'kemi asnjë informacion shqetësues nga Irani. Të dashur miq në ambasadën amerikane, ç'është ky panik që përhapni? I thon autoritetet tona të sigurisë dhe Edi Rama miqve amerikan. Nga e gjetët këtë kërcënim? Ne jemi këtu në epokën e gurit, nuk kemi as naftë, as ujë, as gaz, as gjë. Vetëm shesim, vjedhim dhe shpërndajmë tendera. Nga ne nxorët këtë Iran? Ky paralajmërim, kanë thënë Rama dhe autoritetet e Ramës me porosi të Ramës, ky paralajmërim është një hamendësim i ambasadës amerikane, e cila nuk merr vesh nga këto punë dhe duan të na fusin në sherrë me Iranin. Madje qeveria jon në këtë akt të jashtëzakonshëm trimërie epike që do të bënte xheloz edhe vetë presidentin Donald Trump, i ftoi turistët në mesin e luftës ejani në Shqipëri dhe mos u ndikoni nga alarmet që lëshon superfuqia e budallëve ke rruga e Elbasanit, sepse ata nuk marrin vesh. Ky është njoftimi i autoriteteve shqiptare të sigurisë në përgjigje të ambasadës amerikane dhe të ftesës së saj për të bërë kujdes, sepse Irani mund të hakmerret në Shqipëri. Autoritetet tona të larta që janë në epokën e gurit, thonë mos u ndikoni nga alarmet e rrugës e Elbasanit dhe të superfuqisë, se ata na kanë marrë në qaf, ata na i sollën mujahedinët dhe ata sot po na trembin turistët që të vinë dhe të bëjnë pazar tek resortet e oligarkëve me të cilët Edi Rama e vjedh Shqipërinë. Superfuqia që na ruan me satelit nuk di gjë, ja fusin kot dhe kanë halucinacione dhe hamendësime. Më besoni mua, thot Edi Rama, që nuk di asgjë tjetër përveç se kam një informacion të madh, kush po i vjedh tenderat e rrugëve dhe kush po i merr dhe po i gëlltit parat e koncesionit. Kjo nuk është qeveri. Kjo është një agjenci udhëtimesh e cila është duke shitur paketa, ju e kuptoni, pushime eksituese në zonën e luftës pa pagesë. Atje ku amerikanët sjellin mujahedin dhe më pas kërcënojnë me destabilitet, dhe atje ku qeveria thot mos e dëgjoni superfuqinë e botës sepse satelitet e saj tashmë janë të verbuar. A e shikoni këtë kontradikt? Ju jeni topi apo bari i cili shkelet me këmbë nga përplasja e elefantëve.
Amerikanët thonë ne kemi inteligjencën më të fortë në botë. Satelit, avion dhe po vëzhgojmë çdo lëvizje të Iranit. Kujdes, ne jemi të mirë informuar. Ruhuni, sepse Irani mund të godas Shqipërinë. Ndërsa Shqipëria, ne nuk kemi asgjë, thot, por jemi të bindur se ata të rrugës Elbasanit po përjetojnë halucinacione. Ata nuk din gjë. Nafta, $105 për fuqi. Ne s'kemi as makina, as naftë. Ne kemi vetëm ëndra dhe rrena të cilat u ashesim shqiptarëve. I mashtrojmë, të fitojmë sa të mundemi kohë në lojën e madhe të botës. Nëse Trump do ta kthente Iranin në epokën e gurit, qeveria jon po bën çmos që ne të hymë në atë epokë përpara Iranit, por ndryshe nga Irani i cili po hyn në epokën e gurit i detyruar, ne hymë me vullnetin ton të plot. Dhe pyetja kryesore sot, miq të dashur, nuk është nëse duhet t'i besojmë Amerikës apo duhet t'i besojmë Edi Ramës. Pyetja është, kush është më interesant nga dy njoftimet? Njoftimi që jep alarmin për rrezik iranian në Shqipëri, apo ai i cili kur thot rruga e Elbasanit që kontrollon satelitet e botës, kujdes se në Shqipëri mund të ketë rrezik iranian, ai i hap derën dhe i thot botës, janë i turist nga gjithë bota, se nuk ka asgjë për të qarë në këtë vend, asgjë për të trembur. Javët e ardhshme, miq, do ta tregojnë se çfarë hamendësimi ishte ky i ambasadës amerikane dhe si do të kalojnë bukur apo shëmtuar turistët që ka ftuar Edi Rama të vinë në Shqipëri. Deri atëherë, vigjilenca në maksimum, bit e një populli që ka jetuar gjatë me partinë e vigjilencës dhe partinë nën që na e bëri dhurat të klasë politike ordinere 34 vjeçare. Vigjilencë maksimum dhe populli ynë liridashës shkëm graniti në brigjet e Adriatikut është mësuar me termin vigjilencë. Po, sot duhet kemi vigjilencë. Gjithë populli duhet jetë vigjilent, të rrethohet rreth partisë, ose siç i thonë në Shqipëri, në qoftë se nuk besoni tek partia dhe tek mashtrimet e kësaj klase ordinere politike, nuk ju ka mbetur gjë tjetër përveç se t'ju thoni, të ngrini kokën nga qielli dhe të thoni, Zoti na ruajt. Unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu. Ne ju a tham të gjitha, ju tani mendoni për faturën. Miru dëgjofshim live në darkë në 20:50 në kanalin Kreshnik Osmani.